Një bazë armësh është zbuluar nga policia e Fierit. Ata u gjenden në një banesë në lagjen Kastriot që përdorej nga një 38 vjeçar. Fillimisht Blut morën informacione se Emilasin Rama, i cili shfaqet në këtë foto, lëvizte i armatosur. Nga kontrolli në makinë ati u gjet dhe ju sekuestrua një pistolet pa leje dhe një shumë parash rreth 3500 euro. Pas hetimeve të thelluara mbi veprimtarinë kriminale të Ramait, u zbulua dhe banesa ku mbahej arsenali i armëve. Në banesë u zbuluan 10 armë zjarri automatik, nga të cilat 3 ishin të modifikuar me shenjestër optike dhe me vend filetimi për silenciator. Përveç tyre u zbuluan edhe 2 pistoleta, njëra prej tyre automatike, 2 silenciator, 9 karikator automatiku, 3 karikator pushke, 2 krejhra pistolete dhe sasi fishekësh të kalibrave të ndryshëm. Sipas policisë po verifikohen persona të tjerë të cilët janë përgjegjës në këtë veprimtari kriminale. Gjithashtu Blut ka dërguar armët e zjarrit në laborator për të kontrolluar nëse janë përdorur në ndonjë ngjarje kriminale.